Disa herë me radhë po prolongohet sistemi One Stop Shop në pikën kufitare Blac ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës. Qytetarët u shprehën të habitur pasi që e kishin pritur. Qështu janë paralajmëruar, po më duket që janë shtyr për 2 javë. Po shtyr për 2 javë. Si e komentoni këtë mos realizim për sot? Kam me ditë që është marrëveshje ajo që janë do të cikrime që duhet më kri, po krijet. A vini shpesh Maqedoni? Po sipas nevojës. Prisni gjatë kur vini zakonisht? Pa boll. A ishin ndjeni për One Stop Shopin që do hapesh te? Po, edhe ata prita se disha a është bo ajo. A ti sot ke ardhur që ta provosh? Po, a është bo ajo? Jo, nuk është bërë akoma. Fillimisht ishte planifikuar të niste më 1 janar 2025, por ky afat nuk u respektua. Zëvendës kryeministri I parë Izet Mexhiti në janar tha se së shpejti po në këtë muaj ky sistem do të fillojë, teksa shtoi se grupet e punës në të 2 shtetet po punojnë në sinkronizimin e sistemeve. Dhe më thënë punohet, ditët janë në pyetje, 2 grupet punuese të Republikës së Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut, po punojnë në detajet e fundit në sinkronizim të programeve dhe jo vetëm në Blac, po edhe në Azhinc dhe në Tabanovës së shpejti do implementohet projekti One Stop Shop që do të lehtësim për qarkullimin e njerëzve dhe mallrave. Më pas u tha se sistemi do të funksionalizojë në fund të janarit të 2025, por edhe ky afat u tejkalua. Drejtori I Drejtorisë së Doganave Boban Nikolovski në Daily Click në Televizionin 21 tha se më 1 mars pritet të nisë funksionimi I One Stop Shop. Smetаме сите заеднички дека некаде можеби 1 март Ова година. Да, ова година. Чита еден месец од сега. Ова година сигурно ќе профункционира. One Stop Shopот на Блаце и на Јажинце. I za tamu sme spremni. Më 21 shkurt këtë pikë kufitare vizituan zëvendës kryeministri I parë Izet Mexhiti, ministri I punëve të brendshme Pançe Toshkovski, ministri I MPB-s së Republikës së Kosovës Xhelal Sveçla. Ако ме прашате мене, јас денес би сакал да заврши. Се надевам дека ќе заврши во текот на наредниот месец и дека најдоцна во tекот на месец април би почнале со официјално ставање во функција. E fundit ishte se më 1 prill do të vendoset One Stop Shop, por mbrëmë ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup njoftoi se është shtyr për më 14 prill. Nga atje njoftuan se prolongimi disa ditore është bërë me qëllim të përgatitjeve finale teknike e logjistike të ekipeve, ku siç thonë ekipet janë duke punuar intensivisht në zbatimin e kësaj marrëveshjeje të rëndësishme ndërshtetërore.